Shqetësimit qytetar, intelektual dhe mediatik në do të arri kryetari të mbylli punimet dhe qytetit jetë gati më 28 nëntor, kemi ardhur t'i japim sot përgjigje në sheshin e Skelës, ku pamjet flasin qartë, ku mungesa e punëtorëve tregon qartë indiferencën, me sa duket edhe punëtorët e firmave të tenderuara prej bashkisë punojnë me orar zyrtar, marr shembull nga administrata e vendorit. Të lëna në mes, punimet prezantojnë aktualisht një gjendje të mjerueshme. E prezantuar vazhdimisht nga televizioni real, puna në këtë shesh vijon me ritme breshke. Nuk nevojitet sy kritik për të parë, shatërvanat e dikurshëm të shkatruar e rënuar, ndërsa pamja e tyre nuk tregon as pak se për çfarë do të përdoret kjo hapësirë, për të vijuar mëtej me gropat e lëna në mes të rrugës të hapura, pirgjet e zhavorit buz trotuarit, apo dhe ato pak çimento të shtruar si mundën gjatë natës, ku nuk mungojnë në fakt as putrat e kafshëve mbi to, për të treguar se ata janë të vetmit vizitor. Gjendja e post luftës në këtë shesh duket se ka detyruar shumë prej qytetarëve vlonjat që dikur e frekuentonin zonën dhe shijonin kafe në baret përreth, të heqin dorë nga tradita e në fund të fundit çngelet për t'u parë nga ky shesh. Problemi në fakt bëhet edhe më i mprehtë nëse i referohemi punimeve të përfunduara tashmë në Muzeun e Pavarësisë Kombëtare, brenda afateve zyrtare të planifikuara nga Ministria, ndërsa vizitorët që do të mbushin sheshin do të hallakaten mes shakëllit të rrugës. Do të pengohen me spirgjeve me pllaka ende të pashtruara, e pse jo, mundet të lënë ndonjë gjurmë në betonin e posaçtruar vende. Madje, kjo ideja e lënies së gjurmëve tingëllon si ajo e bulevardit të hyjeve në Hollywood, sa gjatë pas ka menduar bashkia. Fat më të mirë duket se ka lungomarrja e vetme e qytetit Vlorës e pagëzuar Murat Tërbaçi. E gjora, të paktën i shpëtoi rënimi total, ndërsa investimi i fundit në të ka qenë ai disa viteve më parë. Pikërisht më 26 maj të 2008-s, plot 300 milion lek nga paratë e taksapaguesve vlonjat u planifikuan për të rehabilituar këtë aks, i cili është një ndër më të rëndësishmit në qytetin e Vlorës, ndërsa që prej atëherë ka kaluar plot 4 vite dhe asnjë ndryshim nuk është vënë në pjesën më të bukur të qytetit. Ujërat e zeza vazhdojnë të derdhen në det. Shënditoria e Vlorës jo vetëm nuk është ajo që është premtuar, por i ngjan më shumë një ristë e betonit të sajuar për të kaluar qytetarët buz rrugës. Një cip asfalt nuk mjaftoi për të gënjur qytetarët e Vlorës dhe për t'i bindur ata se në këtë aks u investuan plot 300 milion lek. Ashtu sikurse prej vitesh Vlora që me bujë bashkiakët e trumpetojnë si turistike, vijojnë të duket mjerueshëm. Pamjet japin qartë mesazhin e shkatrimit që kreu i bashkisë dhe administrata e tij e paaft kanë dashur t'u japin qytetarëve. Vallë, me çfarë të drejtë shkatroni Vlorën zoti Gjika? Si vallë mund të cënoni dhe denigroni deri në këtë pikë qytetin? Ne, qytetarët, duam ta shikojmë qytetin ndryshe. Ne meritojmë të kemi një Vlorë ndryshe, më të mirë, më të pastër, të denjë. Si mundeni ju, zoti kryetar, të cënoni dhe denigroni krenarinë e vlonjatëve dhe qytetit?